edhe kësaj radhe është duke prevaluar më shumë kjo. E dyta se sa e para. Gjë që do të thotë që nuk duhet që qytetari të jetë indiferent ndaj asaj çka është duke bërë, ashtu sikurse nuk duhet të jetë as koperture asaj që janë duke bërë, siç janë për shembull këto takimet të cilat kanë vlerën e tyre, patjetër kanë vlerën e tyre, por rëndësi ka se çfarë thuhet dhe çfarë mbetet nga ajo që thuhet në takime të tilla siç janë duke bërë Komisioni Parlamentar për Reformën Zgjedhore me qytetarë në njësi të ndryshme vendore. Qytetarët duhet të këmbgulin për të realizuar zgjidhje të cilat janë sa më mirë në funksion të interesit të tyre. Ne nuk është se e nisim nga hiç një gjë të tillë. Kemi përvoja tashmë, kemi përvoja gati 30 sa vjeçare për mënyrën se si duhet të organizohet dhe çfarë duhet bërë për të mirë funksionuar pushteti vendor. E rëndësishme është që gjithçka ta zbatojmë duke patur si parim bazë dhe pikë referencë kryesore, pikërisht atë që unë po e ripërsisë çdo një herë. Ndërtimi i një pushteti vendor të shpërndarë në territor dhe me mënyrën e funksionimit të tij, dhe kjo është shumë e rëndësishme për mua. Nuk është harta territoriale ajo që zgjidh punën. Më shumë se harta territoriale është legjislacioni sipas cilit do të funksionojë pushteti vendor. Të dyja këto të mirë rregullohen në funksion të interesit të qytetarëve. Pastaj, se cila do të jetë harta territoriale nesër me 61 bashkime, pak apo më shumë bashki, nuk duhet të kemi si kryefjalë pikërisht këtë gjë, po duhet të kemi si kryefjalë të gjithë punës, pra Komisioni Parlamentar që ka marrë përsipër ta realizojë këtë gjë, ndarjen për të bërë sa më mirë të mundshme shërbimet ndaj qytetarëve. Dhe këtu format janë nga më të ndryshmet, për eksperiencat janë nga më të ndryshmet dhe për mua vetëm në qoftë se ka vullnet mund të gjendet zgjidhje. Ndërkohë, ajo që unë shoh se mungon në këtë rast është zvendësimi i marrjes mendimeve, pra mosmarrja e vendimeve nga ekspertë të fushës, por zvendësimi i tyre me aktivitete si këto në sallat mëdha, mblidhen dhe flasin në një podium disa dhe dëgjojnë disa të tjerë të cilët bëjnë nga një pyetje ose shtrojnë probleme dhe vetëm kaq. Nuk bëhet vetëm kështu, krahas këtyre të cilat ne domosdoshmë duhen bërë edhe këto, duhet të organizohen tavolina teknicienësh të cilët të japin që ata të kenë mundësi të japin mendime, të shprehin mendime dhe variantet e tyre.